Erion Veliaj ndodhet një situatë të vështirë dhe të mbushur me tension, pasi arrestimi i tij dhe qëndrimi pas hekurave e kanë bërë të ndihet i açaruar dhe i traftuar. Për një kohë të gjatë, ai ka qenë një nga figurat kryesore në politikën vendore, por rrethanat e fundit e kanë lënë të izoluar pa pushtet dhe pa ndikim. Brenda qelisë, Veliaj përjeton një ndjenje humbjeje të madhe, duke parë se si karriera e tij politike është tronditur nga themelet dhe imazhi i tij publik është goditur rënd. Vendimi i Edi Ramës për ta shkarkuar nga posti i kryebashkiakut të Tiranës ka qenë një tjetër goditje e fortë për Veliajin. Ai e konsideron këtë akt si një tradhti politike nga njeriu që kishte mbështetur dhe promovuar në karrierën e tij. Shumë pranë tij tregojnë se Veliaj është i irrituar dhe i zhgënjur, duke e parë shkarkimin jo vetëm si një humbje të postit, por si një eliminim të plot nga skena politike. Për të, kjo është një shuplak që vjen në momentin më të dobët të jetës së tij. Nga ana tjetër, emri i Ogerta Manastirliut është përmendur menjëherë si kandidati e zgjedhur për të marrë drejtimin e Tiranës. Ky zhvillim ka shtuar edhe më shumë açarimin e Veliajt, pasi ai e sheh këtë vendim si një shenjë se Rama ka vendosur ta zëvendësojë plotësisht dhe t'i jap qytetit një figurë të re që nuk lidhet më me emrin e tij. Kjo i jep Ramës avantazhin e konsolidimit të pushtetit, ndërkohë që Veliaj mbetet i shkëputur dhe i pafuqishëm. Në të njëjtën kohë, përkrahasit e Veliajt janë të ndarë mes gënjimit dhe heshtjes. Disa prej tyre e konsiderojnë këtë situatë si një sakrifikim politik të qëllimshëm nga Rama, për të ruajtur balancat dhe për të dhënë një sinjal të qartë se askush nuk është i paprekshëm. Ndërsa të tjerë kanë nisur të afrohen me Manastirliun, duke parë te ajo një mundësi të re për të ruajtur pozitat e tyre në pushtet. Vetë Veliaj, megjithse i mbyllur në burg, nuk e fsheh zemërimin e tij dhe shpesh i shpreh pakënaqësitë ndaj mënyrës se si është trajtuar nga leadershipi i partisë. Për të, kjo periudhë është një betejë e dyfisht, njëra me drejtësinë dhe akuzat që rëndojnë mbi të, dhe tjetra me lojërat politike që e kanë nxjerrë jashtë lloje. Në këtë kuptim, ai është i bindur se pozita e tij është sakrifikuar për interesa më të mëdha. Ndërkohë, Tirana ndodhet një fazë tranzicioni, ku zgjedhja e Ogerta Manastirliut shihet si një hap strategjik nga ana e Ramës për të qetësuar situatën politike dhe për t'i dhënë qytetit një drejtim të ri. Publiku e pret me kurreshtje këtë zhvillim, ndërsa tensionet politike vazhdojnë të rriten. Vendimi ka sjellë reagime të forta në opinionin publik, duke ndarë qytetarët mes mbështetjes dhe kritikave të ashpra. Në fund, Veliaj mbetet një figurë që pron nga larg transformimet e Tiranës dhe të partisë së tij, i mbërthyer në açarime zhgënjim. Ai sheh se si një epokë për të ka marrë fund, ndërsa një kapitull i ri politik hapet me Manastirliun. Dhe ndonë se ende nuk dihet si do të përfundoj beteja e tij me drejtësinë, është e qartë se rikthimi i tij në skenën politike duket më i largët se kur.